Mendoj që historinë e sotme gjithsecili nga ju të paktën e ka dëgjuar një herë. Bëhet fjalë për Madeleine McCann. Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Për gjithë ju që s'më njihni, unë jam Lori dhe si gjithmonë do të jem këtu me ju për t'ju treguar një histori të vërtet krimi. Nëse jeni të apasionuar pas historive true crime ose misterioze si puna ime, atëherës ju rekomandoj që të bëni një subscribe për të qenë gjithmonë të azhurnuar mbi video të reja. Kështu që, pa humbur kohë, le të fillojmë me rastin e ditës. Më 12 maj të vitit 2003, lind një vajzë me emrin Madeleine McCann, e njohur nga të gjithë si thjesht Maddie. Prindërit e saj janë Kate dhe Jerry, dhe vetëm një vit pas lindjes së saj bëhen sërish prindër, këtë herë të binjakëve, Sian dhe Emily. Maddie përshkruhet shpesh si një fëmijë shumë energjik, kurioz, tip shoqëror, tipi fëmijës që nuk kishte problem të bisedonte me njerëz që takonte për herë të parë, ndërsa binjakët rezultonin paksa më të qetë dhe introvert se ajo. Familja McCann, pavarësisht thashëthemeve që do qarkullonin në vitet në vijim, ajo nga miqtë e saj konsiderohet si një familje vërtet e bukur. Ishin dy prindër që kujdeseshin shumë për fëmijët e tyre. Mbi të gjitha jetonin një vilë jashtëzakonisht luksoze, jashtëzakonisht mikpritëse. Kate dhe Jerry ishin mjek. Jerry ishte kardiolog, ndërsa Kate ishte mjeke e përgjithshme. Dhe që të dy vendosin në plan të parë profesionin dhe pacientët e tyre. Familja McCann pëlqente jashtëzakonisht shumë të udhtonte dhe kur prindërit e tyre pra mundoheshin të përputhnin pushimet me njëri tjetrin, gjithmonë merrnin fëmijët dhe niseshin për udhtim. Dhe pikërisht atë prill të vitit 2007, Maddie ishte 3 vjeç, pothuajse 4, ndërsa binjakët ishin vetëm 2 vjeç. Dhe pikërisht atë prill prindrit vendosin që të marrin fëmijët dhe të nisen për pushime në Portugali. Megjithatë, vendosin që të mos shkonin vetëm në pushime. Ato kishin një grup miq që në fakt ishin dhe kolegët e tyre sepse ndanin të njëjtin profesion dhe shpesh i bënin pushimet së bashku. Dhe ky grup përbëhej pra nga 9 të rritur. Mes tyre ishin Dr. Payne, mik i familjes dhe kolegi i Jerryt, bashortja e tij Fiona dhe ajo mjeke, nëna e Fionës, Diane Webster, që shpesh ndihmonte gjatë pushimeve me kujdesin për fëmijët. Pastaj ishte edhe një tjetër mjek, Matthew Oldfield me bashorten e tij Rachel dhe në fund Dr. Russell O'Brien me partnerin e tij Jane Tanner. Megjithatë, përveç se Maddie dhe binjakëve ishin dhe fëmijët e tjerë, pra bështe fjalë për një grup relativisht i madh. Ishin 9 të rritur dhe 8 fëmijë. Familja McCann dhe miqtë e tyre zgjedhin si destinacion Praia da Luz, një fshat bregdetar piktoresk i vendosur në jug të Portugalisë. Në veçanti, familja McCann dhe miqtë e tyre vendosën të qëndrojnë në një resort mjaft të njohur në atë zonë, që pasaj ngjarje u bë akoma dhe më e njohur. Ocean Club Resort. Resorti ndodhet në një zonë shumë turistike, e mirë organizuar, veçanërisht për ata që kanë fëmijë të vegjël, pra ideal për familjet. Ndodhet në një zonë rezidenciale e qetë, e rrethuar me vila të bardha, kopshte të mirëmbajtura, zona edhe pse është e qetë dhe relaksuese është shumë e mirë shërbyer. Ka praktikisht gjithçka që mund të nevojitet gjatë një pushimi, restorante, kafene, dyqane, supermarkete, të gjitha lehtësisht të arritshme brenda pak minutave në këmbë. Një nga shërbimet më të vlerësuar të këtij resorti dhe ishte fakti që dhe familja McCann e zgjodhi për këtë arsye, ishte se kishte shumë aktivitete familjare. Pra kishte veçanërisht aktivitete të posaçme për fëmijët. Kishte një lloj mini klubi i vogël, pra ishte një lloj kopshti me lodra jashtëzakonisht shumë, mbi gjitha mund të gjeje edhe babysitter sipas kërkesave të tua. Të bindur që kishin gjetur akomodimin ideal, grupi mbëri në Praia da Luz më 28 prill të vitit 2007, që të gjithë kishin marrë dhoma të pavarura, afër njëri tjetrit dhe gjitha këto dhoma ishin të pajisura me nguzhinë, me dhoma gjumi, dhoma ndenje, banjo. Apartamentet e resortit janë të vendosura në bloqe me të paktën 2 kate, zakonisht të arritshme përmes shkallëve të jashtëve ose hyrjeve direkte. Apartamenti i familjes McCann, që do të ketë një rol kryesor në këtë ngjarje, ishte apartamenti numër 5A. Ai ndodhet në katin përdhes, në një ndërtesë në cepin juglindor të kompleksit. Ky apartament ka 2 dhoma gjumi, një për fëmijë dhe një për të rritur, një sallon, kuzhinë dhe banjo. Dhoma e fëmijëve ku flinte Maddie, Sian dhe Emily shikonte nga një rrugë këmbësorës dhe kishte një dritarë të aksesueshme nga jashtë. Duke qenë se ishte në katin përdhes,
mund të arrijë lehtësisht nga kushdo që kalonte aty pranë, ndërsa dhoma e prindërve ndodheshte në anën e kundërt. Megjithatë, apartamenti nuk ishte shumë i madh, prandaj dhomat ndodheshin afër njëra tjetrës. Salloni ishte pjesa më e madhe e apartamentit dhe pikërisht në sallon ishte një derë e madhe xhami që po të hapje atë derë të nxirrte pikërisht në obor, pra në një kopsht privat. Dhe kopshti ishte i rrethuar me një mur të vogël, mund të them që nuk ishte shumë i lartë, pra ishte shumë lehtësisht i kapërsyeshëm nga gjithë personat që mundonin ta kapërcenin murin. Rreth 150 metra larg këtij kompleksi dhe apartamentit 5A ndodhej një restorant i quajtur Tapas. Ishte një restorant shumë i vlerësuar si nga turistët ashtu dhe nga vendasit. Ishte ekonomik dhe me vlerësime shumë të mira. Për këtë arsye, familja McCann dhe miqtë e tyre vendosën të shkonin aty pothuajse çdo mbrëmje për darkë. Dhe pikërisht këtu lind një nga vendimet që më vonë do të bëhet objekt kritikash dhe polemikash. Pas një dite të lodhshme në plazh, prindërit vendosin që të shkojnë për darkë, por mos t'i marrin fëmijët me vete. Pra, sensi nuk është që t'i linin fëmijët pa ngrënë, por fillimisht ata i pastronin, i ushqenin, i sistemonin dhe i vinin që të flinin gjumë rreth orës 8 të mbrëmjes. Dhe më pas të gjithë të rriturit përgatiteshin për të shkuar për të ngrënë darkë vetëm tek restoranti Tapas. Duhet theksuar që restoranti ishte afër 150 metra nga apartamentet dhe nga disa dërtar të apartamenteve mund të shihej edhe pjesën e jashtme të restorantit. Megjithatë, pavarësisht kësaj afërsie, ato kishin vendosur një lloj sistemi me tune. Pra, në momentin kur fillonte darka, kalonte gjysore, një i rritur ngriheshte dhe shkonte të kontrollonte fëmijët. Më pas kontrollonte fëmijët, vinte dhe uleshte për të ngrënë darkë, pasi kalonte gjysore tjetër, shkonte tjetri. Dhe ky kontroll zgjaste 3-4 minuta. Pra, jashtëzakonisht shumë pak, thjesht ajo distanca për të shkuar nga restoranti tek apartamentet ishte 150 metra. Dhe kështu vazhdonte e gjithë mbrëmja. Në fakt, ky lloj kontrolli ishte bërë, le të themi, shumë normal në gjithë atë zonë, në gjithë atë resort, sepse jo vetëm familja McCann, por edhe turistë të tjerë që vinin, bënin të njëjtën gjë dhe të gjithë prindërit në një farë mënyre ndiheshin të sigurt. Kështu që arrim më datë 3 maj. Kishin kaluar pak a shumë një javë nga pushimet dhe mund të them që pushimeve po u vinte fundi. Atë pasdite, rreth orës 5 pra të pasdites, Katie shkon që të marrë 3 fëmijët e saj në mini klubin sepse kishin luajtur gjatë gjithë kohës. Sepse ishte koha e darkës, u pastruan, u sistemuan, u ushqyen dhe u vendosën në gjumë në orën 8:30. Dhe pikërisht prindërit pra pasi kaloi pra çereko që fëmijët i kishte zënë gjumi, ato takohen me grupin tjetër tek restoranti Tapas. Rreth orës 9, i pari që ngrihet për kontroll ishte pikërisht Jerry. Shkon në apartament, kontrollon fëmijët dhe kthehet përsëri në restorant. Gjysore më vonë, rreth orës 9:30, i takonte Ketit ajo që të bënte kontrollin, por pikërisht në atë moment miku i saj, Dr. Matthew, ofrohej që ta zëvendësoj. Dhe kjo me kënaqësi pranon. Matthew niset drejt apartamentit dhe futet nga dera e pasme e apartamentit në të njëjtën derë pra siç ishte futur Jerry. Por për këtë herë, për një arsye të panjohur që nuk e dim saktësisht sepse, Matthew nuk futet fizikisht pra në dhomën e fëmijëve, thjesht dëgjon nga jashtë. Dyert ishin lënë paksa të hapura siç ishin lënë në fillim. Ai dëgjon disa zhurma të lehta pra si lëvizje në shtrat dhe supozon që fëmijët janë duke fjetur. Më pas del nga ai apartament, shkon dhe kontrollon fëmijët e tjerë dhe më pas kthehet në restoran duke thënë që gjithçka është në rregull. Por ai nuk e dinte që kontrolli i fundit që bëri ai do të shkaktonte probleme shumë të mëdha në orët në vijim. Kalojnë kështu gjysore dhe pikërisht në orën 10 të mbrëmjes ishte radha e Katit për të bërë kontrollin e saj rutinë. Ajo niset drejt apartamentit dhe apartamenti i parë që kontrollon ishte apartamenti i saj 5A. Por që në momentin që hyri, vuri re që diçka nuk shkonte. Sa po hyri, ndjeu një rrym të ftohtë ajri që vinte pikërisht nga brenda apartamentit. Dhe në fakt kuptoi që diçka nuk shkonte sepse kuptoi që dritarja është hapur. Por as ajo, as Jerry nuk e kishin hapur dritaren sepse gjithmonë siguroheshin që dritarët të ishin të mbyllura përpara se të dilin. Duke kuptuar menjëherë se diçka nuk ishte në rregull, vrapon tek dhoma e fëmijëve dhe sheh që të dy binjakët po flinin të qetë në shtretërit e tyre, ndërsa krevati i Medit ishte bosh. E vetmja gjë që kishte mbetur aty përveç çarçafeve dhe jastëku ishte një lodër prej pellushi, nga e cila Medi nuk ndahej kurrë. Ishte një pellush roz. Dhe sapo e sheh lodrën, shqetësimi i saj rritet jashtëzakonisht shumë, sepse mendon që nëse Medi do të kishte shkuar në tualet,
ajo patjetër duhet ta kishte marrë pellushin me vete, sepse nuk ndaheshte nga asnjë moment nga ai pellush. Dhe për këtë arsye, meqense pellushi ishte aty, ajo është shumë e bindur që Medin tashmë e kanë marrë. Në atë moment, ajo vëre edhe diçka tjetër, burimin e asaj rrymë të ftohtë që kishte ndier. Dërtarja e dhomës së fëmijëve ishte e hapur dhe grila ishte e ngritur. Kate del me vrap nga apartamenti, drejtohet drejt restorantit dhe në panikë e sipër fillon që të përtas me të madhe dhe të thotë që Medi është zhdukur. Menjëherë shpërthen kaosi. Jo vetëm Jerry, por edhe miqtë e tij filluan që të kontrollonin për Medin. Katie dhe Jerry shkuan menjëherë tek recepcioni pra i resortit dhe kontaktuan policinë. Në fakt, as Katie, as Jerry, as miqtë e tyre nuk e flisin mirë portugalishten dhe për këtë arsye donin të kontaktonin me policinë, të flisin me policinë për të shpjeguar gjithë rastin sepse ishte thelbësore. Por, ndërsa prisin që policia të vinte, filluan kërkimet e para, që të gjithë filluan të kontrollonin për Medin. Katie, Jerry, miqtë e tyre, stafi i resortit, kalimtar të tjerë, turistë të tjerë të rastit. Megjithatë, shumë persona u futën për qëllime të mira në dhomën e Medit, duke kontrolluar gjëra, duke lëvizur objekte. Por lejimi i gjithë këtyre personave, pra për të futur brenda, mund të ketë komprometuar gjurmë ose prova të rëndësishme për hetimin. Një nga gjërat e para që ngriti dyshime tek shumë njerëz ishte koha që ju desh policisë për të mbërritur në vendngjarje. Patrulla e parë që mbërrin ishte Garda Kombëtare Republikane, e cila merr menjëherë deklaratat e McCann dhe miqve të tyre dhe nisin kërkimet në zonë. Megjithatë, rasorti vazhdon që të jetë në kaos total. Vetëm disa orë më vonë, rreth mesnatës mbërrin policia gjyqësore, një njësi e specializuar për hetime penale dhe kriminale. Në këtë pikë, skena është e trazuar, njerëz që varpojnë në të gjitha drejtimet, që bërtasin dhe që telefonojnë. Dhe pikërisht këtu ndodh i njëjti gabim për herë të dytë, sepse herën e parë që ndodhi me mirëbesim nga njerëzit, ndërsa herën e dytë u bë vetë nga policia gjyqësore. Pra, kur policia gjyqësore hyri në dhomën e Medit, aty brenda ishte familja McCann, ishin miq, ishin staf të hotelit, turistë të tjerë, vullnetar të tjerë. Kështu që dhoma e Medit, e cila ishte vendi kryesor pra për hetimet për gjithë ngjarjen, u bë vendi më i papërdorshëm për hetimet. Jerry dhe Katie përpiqen që t'i japin sa më shumë informacione policisë. Dhe pikërisht në atë moment, një nga mikeshat e tyre, Jane, i tregon policisë diçka shumë të rëndësishme. Është informacion që do të bëhet pikëkyçe më vonë për hetimet. Ajo tregon që rreth orës 9:30, pas kontrollit të dytë që u bën fëmijëve nga Matthew, ajo për disa minuta ngrihet nga tavolina dhe shkon tek një rrugicë e resort. Dhe ajo rrugicë përfundonte pikërisht tek këndi ku ndodhej apartamenti i McCannve dhe aty thotë që kishte parë një burr të kalonte pranë atij këndi. Ajo nuk e mbante mend mirë fytyrën sepse ishte errësirë dhe ishte shumë larg. Mbi të gjitha tha që ai person mbante një fëmijë në krah, ndoshta një vajzë dhe kjo vajzë kishte pijama dhe ngjyra e pijamave përkonte me ngjyrën e pijamave që kishte veshur Medi. Por fillimisht nuk ju duk shumë e rëndësishme, pasi në përgjithësi shumë persona ose familje të tjerë mbajnë fëmijët e tyre në krah sepse i ka zënë gjumi për t'i çuar ata diku. Dhe për këtë arsye nuk është se i dha shumë rëndësi dhe nuk mendoj mbi të gjitha që mund të ketë qenë Medi. Policia u mundua që t'i bënte një identikit këtij personi, por fakti që Jane këtë person e kishte parë nga larg vetëm për disa sekonda dhe ishte errësirë, nuk është se ndihmoi shumë në hetime. Dhe pikërisht ditën tjetër, në orën 6 të mëngjesit, kërkimet rifillojnë. Kate dhe Jerry janë të shkatruar emocionalisht, jo vetëm për zhdukjen e Medit, por edhe sepse pak kohë para ngjarjes, 10 gazetarë dhe reporterë nga e gjithë bota mbërrin dhe fillojnë t'i ndjekin pa pushim. Në shumë raste të tjera që kemi diskutuar, mediat në përgjithësi ndihmojnë në zgjidhjen e problemit, në zgjidhjen e rastit, por në historinë e sotme, në rastin e sotëm, situata doli jashtë kontrollit. Kërkimet vazhdojnë për orë të tëra. Ata kalojnë gjithë ditën duke kërkuar në çdo cep të prajnë andaluz, por pa asnjë rezultat. Të nesërmen në mëngjes, Kate dhe Jerry shkojnë në komisariat për të dhënë një deklaratë zyrtare. Ata rikthejnë të gjithë ngjarjen se çfarë kishte ndodhur me detaje, që nga momenti kur dolën nga resorti, që ishte ora 8:30, e deri në momentin kur Kate kuptoi që Medi ishte zhdukur dhe ishte ora 10. Mbi gjitha përmendet edhe dëshmia e Jane, që thotë që rreth orës 9:30 të mbrëmjes kishte parë një burr që ky person pra mbante në krah një vajzë. Kështu që prindërit dhe miqtë e tyre i thanë policisë që të hetonin mbi këtë person të panjohur, të hetonin mbi këtë pistë.
por policia asnjëherë nuk e mori konsiderat këtë lloj piste ose këtë lloj drejtimi. Ndërkohë, lajmi për zhdukjen e Medit përhapet në gjithë botën dhe me rritjen e vëmendjes rriten edhe spekulimet, sepse njerëzit fillonin të thonin që si është e mundur që të lihen vetëm fëmijë kaq të vegjël në apartament, mbi gjitha me dyert që nuk janë të mbyllura dhe ti kontrollosh çdo gjysore. Kate dhe Jerry u bombardua nga të gjithë dhe u paraqitën si i prindër të pamatur, si prind neglizhent. Dhe ky ishte një opinion jo vetëm nga publiku, jo vetëm nga personat e jashtëm, por dhe vetë nga autoritetet. Në këtë pikë lind një teori brenda autoriteteve dhe pikërisht autoritetet fajsojnë prindërit e Medit për zhdukjen e saj. Dhe këtë gjë e bëjnë për imazhin turistik të zonës, sepse Algarve është një rajon që varet shumë nga turizmi dhe pranimi që një fëmijë të ishte rrëmbyer në atë resort i konsideruar i sigurt mund të dëmtonte rënd reputacionin e gjithë zonës. Pra hipoteza e autoriteteve ishte fakti që Medi mund të ishte larguar vetë. Pra një farë mënyre ka ndodhur kështu. Medi është zgjuar në mes të natës, ka parë që prindrit nuk kanë qenë aty dhe ka dalë menjëherë nga apartamenti, nga resorti për të kërkuar prindrit e saj. Kate dhe Jerry e kundërshtojnë menjëherë këtë teori, sepse janë të bindur që vajza e tyre nuk e bën kurrë këtë gjë, ajo nuk mund të dalë kurrë nga dhoma. Por edhe sikur të supozojmë që ajo është larguar nga apartamenti, ajo zonë ishte e frekuentuar nga shumë turistë të ndryshëm dhe mbi gjitha dhe stafi i resortit. Dhe nëse një nga këto personat në rrugë do të kishte parë një fëmijë 3 vjeçar që lëvizte vetëm në rrugë me pijame, do të kishte kontaktuar menjëherë recepcionin dhe recepcioni do të kishte marrë telefon prindërit. Gjithashtu, Kate thekson që nëse Medi do të ishte larguar vetë, pra siç supozonin autoritetet, ajo duhet ta merrte me vete patjetër pellushin e saj ngjyros, sepse nuk shkonte në asnjë vend pa pellushin e saj. Por kësaj teorie, pra kësaj hipoteze i vjen kundër edhe opinioni publik edhe mediat, sepse edhe sipas tyre kjo gjë nuk kishte shumë kuptim. Pavarësisht presionit dhe kaosit mediatik, familja McCann vendosi të bëjë një apel televiziv më 4 maj, saktësisht 24 orë pas zhdukjes, që nga ai moment fytyra e Medit shpërndahet kudo, në gazeta, në lajme, në pankarta. Zhdukja e saj bëhet rast ndërkombëtar. Dhe në këtë pikë policia nuk ka asgjë në dorë, as jo të dyshuar, as një përshkrim, as një kamerë sigurie, asgjë. Dhe vetmja gjë që bëjnë është shpërndarja e fotove të Medit dhe fotoja e Medit bëhet e njohur në gjithë botën. Siç mund të shihet nga imazhet, Medi kishte sy të qelët, por në njëri nga syt kishte një njollë të vogël, një pjesë me ngjyrë më të errët që anonte nga ngjyra kafe. Pas disa ditësh nga zhdukja e Medit, policia fillon që të marrë në pyetje banorët e resortit për të kuptuar pra ku ndodheshin në atë interval kohore, nëse kishin dëgjuar një zhurmë apo diçka të pazakontë. Ndërsa policia merrte në pyetje këto persona, një person në veçanti tërheq vëmendjen. Ky person quheshte Robert Morat, ishte 35 vjeç, me shtetësi angleze dhe jetonte në një vilë shumë pranë resortit ku qëndronte familja McCann. Jo vetëm që bie menjëherë në sy nga policia, por bëhet i dyshuari i parë i rastit. Ndoshta ju do thoni që nuk besoj që ky person është i dyshuar vetëm për faktin që jetonte pranë apartamentit të familjes McCann. Dhe në fakt jo, ai bëhet i dyshuar kryesor sepse ky person ofrohet shumë herë, pra shumë shpesh për të ndihmuar me kërkimet. Dhe ndoshta si fillim kjo gjë nuk mund duket e dyshim, sepse dhe vetë ky person kishte një vajzë në moshën e Medit dhe thjesht mund ta vinte veten në vendin e prindërve të Medit dhe ndiheshte jashtëzakonisht shumë keq. Por për këtë gjë, policia pra mendonte që kjo gjë është goxha e dyshimit. Dhe mund të them që marrja në pyetje e Robert zgjati plot 19 orë. Por që nga momenti kur ai u shpall i dyshuari kryesor, mediat filluan ta bombardonin menjëherë, i shkonin gjatë gjithë kohës pas, donin ta intervistonin, filluan që të nxjerrin të kaluarën e tij dhe gjatë gjithë kësaj kohe Robert u paraqit nga mediat si një monster e vërtet, si një përbindësh. Por në fakt në këtë pikë policia merr një urdhër kontrolli për të kontrolluar apartamentin e tij. Dhe brenda në apartamentin e tij gjeni çfarë? Nuk gjetën asgjë. Por më vonë Robert vendosi që të padisë ato autoritetet portugeze për mënyrën se si e kishin trajtuar. Dhe mbi gjitha mori edhe një dëmshpërblim, sepse gjykata vendosi që mënyra se si ishte trajtuar Robert nga autoritetet portugeze nuk ishte fare drejt dhe as pak e hishme. Dhe pikërisht këtu
hynë në lojë autoritetet britanike. Që nga ky moment e tutje, tashmë autoritetet portugeze duhet të bashkëpunonin me autoritetet britanike për gjetjen e mjedit. Por në fakt, nga ana tjetër, autoritetet portugeze vazhdonin ato kërkimet e tyre më vete dhe nuk jepnin asnjë informacion tek pala tjetër. Ndërsa kërkimet që bënin familja e mjedit vazhdonin akoma. Ato kërkonin çdo ditë, bënin apel çdo ditë. Por ditët kalonin, javët kalonin dhe shpresat për të gjetur mjedi filluan të shuheshin dal nga dal. Arrim në korrik të vitit 2007 dhe duhet them që hetimet kanë ngelur plotësisht, por pikërisht në këtë moment autoritetet vendosin që të ndjekin një pisë tjetër. Dhe pisa që ndjekin është të fajsojnë prindrit e mjedit, Katin dhe Gerryn. Autoritetet britanike dërgojnë në Praia da Luz dy qenë shumë të specializuar për zbulimin e gjurmëve. Emrat e tyre ishin Kila dhe Edi. Edi ishte i trajnuar për të zbuluar erën e një kufome, ndërsa Kila për të zbuluar gjurmët e gjakut. Pasi analizojnë apartamentin që të dy sinjalizojnë të njëjtën zonë. Edi ndalon mes krevatit të mjedit dhe dollapit dhe pikërisht aty fillon që të le sepse me sa duket ka gjetur diçka. Nga ana tjetër, Kila sinjalizon po të njëjtën zonë ku ndodheshte dhe Edi. Dhe për shumë persona, kjo prof ishte e pa kundërshtueshme, ishte e pa diskutueshme, por Kati dhe Gerry thonë që nuk kishin lidhje me zhdukjen e vajzës së tyre. Policia në këtë pikë vendos që t'i çojë qenë tek parkimi i resortit dhe fillojnë që të sinjalizojnë makinat një e nga një. Përfshirë këtu edhe makinën e Kate edhe Gerry. Dhe pikërisht qenë në atë moment kanë sinjalizuar makinën e Kati dhe Gerry. Por duhet thënë që autoritetet portugeze marrin mostra nga brenda makinës dhe i dërgojnë për analiza në laborator. Është e rëndësishme të theksohet se rezultatet zyrtare dhe të plota nuk do të mbërrinë deri në fund të shtatorit 2007. Megjithatë, në fund të gushtit, pak a shumë rreth një muaj më vonë, një burim anonim tregon se mostrat e marra nga makina e familjes McCann përputhen me profilin gjenetik të mjedit dhe se mbi të gjitha bëheshte fjalë për gjak. Siç mund ta imagjinoni, rrjedhja e këtij informacioni shkakton një lloj reagimi shumë të fortë tek opinioni publik. Dhe shumë njerëz fillojnë që të besojnë që vetë Kati dhe Gerry pra e kanë vrarë vajzën e tyre dhe mbi të gjitha e kanë varrosur diku. Por teoria më e re që ngriti policia mendojnë që Kati dhe Gerry për të shkruar pra për të ngrënë darkë të qetë, ato shpesh u jepnin fëmijëve ilaçe gjumi. Dhe pikërisht atë mbrëmje u kanë dhënë ilaçe gjumi, por doza që i kanë dhënë mjedit ka qenë paksa e tepruar dhe ajo ka vdekur aksidentalisht nga kjo gjë. Por kjo teori ka ato pikpyetjet e veta, sepse një farë mënyre edhe nëse sikur të ishte e vërtet, ku duhet ta kishin fshehur trupin, sepse ato në asnjë moment nuk u larguan nga resorti. Dhe mbi gjitha teoria e ilaçeve, pra që ato u jepnin ilaçeve fëmijëve, nuk bazoheshte në prova konkrete. Pra nuk kishte prova konkrete për këtë gjë. Dhe për këtë arsye, kjo teori bie përsëri poshtë. Por duhet përmendur fakti që apartamenti ishte kontaminuar nga shumë persona që kishin hyrë brenda në momentet e para. Gjë që do të bënte çdo prof të gjetur aty shumë të diskutueshme në një proces gjyqësor. Por pas kësaj, shefi i policisë portugeze që kishte ndjekur rastin që në fillim dhe quheshte Gonzalo Amaral u shkarkua menjëherë nga detyra dhe u riemërua një tjetër i cili quheshte Pablo Rebelo. Pablo deklaroi që ishte i gatshëm të punonte me policinë britanike me Interpolin për gjetjen e mjedit dhe mbi të gjitha thotë që nuk e kishte besuar kurrë që prindërit pra Kati dhe Gerry të kishin gishtë në gjithë këtë histori. Dhe për këtë arsye, ai mendonte që hetimet e para nuk janë kryer në mënyrë korrekte dhe të saktë. Megjithatë, pavarësisht zhvullnetit të mirë që kishte për të rifilluar edhe një herë çështjen, policia nuk kishte asnjë pistë konkrete që nga fillimi. Dhe e vetmja gjë që kishin ishte ai burr i dyshuar, pra ai burr që kishte sinjalizuar Jane që në fillim të historisë, pra, dhe policia portugeze që kishte qenë në krye, pra shefi Gonzales nuk e kishte marrë kur në konsiderat. Në këtë pikë, autoritetet portugeze me në krye Pablon vendosin që të angazhojnë një kompani private hetimore për të hetuar këtë person të dyshuar. Qëllimi ishte që të sinjalizonin të gjithë personat e dyshimt dhe t'i tregonin Xhenit në mënyrë që ajo të njinte personin që kishte parë atë mbrëmje. Por këto hetime me sa duket patë një kthes të fortë, sepse kompania zbuloi që në atë periudhë po ndodhin disa gjëra të çuditshme, sepse disa njerëz gjatë rrugës ishin ndaluar nga një person dhe ky person u kishte kërkuar para për një jetimore. Dhe sa paksa e çuditshme pra që të ndalosh njerëzit në rrugë dhe të kërkosh para për në jetimore. Dhe kur këto persona pra u thirrën nga policia për të bërë një identitet të atij personi që kishte kërkuar para,
Pikërisht, ky përshkrim që bën ato persona ngjante pak a shumë pra me përshkrimin që kishte bërë Jane. Dhe Jane është e sigurt që atë person e kishte parë pikërisht më datë 3 maj. Katie dhe Jerry në këtë pikë vendosin që t'i besojnë privatësisht rastin një tjetër kompanie amerikane që ishin ekspert në këtë fushë. Por problemi ishte se njëri prej hetuesve të asaj kompanie i kishte mashtruar, sepse gjatë gjithë kohës u kishte kërkuar para me pretekstin që kishte lajme të reja për gjetjen e Medit, por në fakt asgjë nuk kishte e vërtetë. Por pas këtij mashtrimi, Jerry dhe Katie punsojnë një tjetër kompani private dhe pikërisht ky është momenti kur këto hetues përqendrohen tek i dyshuari kryesor që Jane kishte thënë që në fillim të rastit. Vetëm fal këtyre hetuesve arritën të identifikojnë një burr që kishte qëndruar në resort në periudhën e zhdukjes së Medit, i cili me shumë gjasa ishte i njëjti burr që Jane kishte parë me vajzën në krah. Hetuesit privat ja treguan një foto Jane dhe ajo konfirmoi që me shumë gjasa është personi që kishte parë më datë 3 maj. Për këtë operacion morën pjesë 29 hetues, 8 civil dhe të cilët rishikuan nga zero të gjithë hetimin mbi zhdukjen e Medit. Në vitin 2013, fal këtij operacioni, policia britanike kishte identifikuar 195 të dyshuar potencial. Qëllimi ishte të identifikoheshin të gjithë personat që në kohën e ngjarjes ishin hetuar për krime seksuale ndaj fëmijëve. Por vetëm një vit më vonë, autoritetet gjermane njoftuan që kishin prova për një të dyshuar që lidheshte me zhdukjen e Medit. Pasi e mbani mend atë listën me 195 persona, kjo listë nga 195 u bë në 60 persona derisa u identifikua një person i dyshuar. Sipas policisë, personi i përgjegjës për zhdukjen e Medit mund të ishte një burr me emrin Christian Brockner. Christian kishte lindur në dhjetor të vitit 1976 në Gjermani. Gjatë jetës së tij ishte dënuar disa herë për një sër krimesh, përfshirë vjedhje, trafik droge dhe pedofili. Në moshën 21 vjeçare u transferua në Portugali, pikërisht në Algarve, ku jetoi deri në vitin 2007, disa muaj pas zhdukjes së Medit. Hetimet që kreu policia mbi telefonin e tij u kuptua që Christian atë natë, pra më 3 maj, ndodheshte pikërisht në zonën ku ndodheshte edhe Medi dhe në kohën e zhdukjes së Medit ai zotëronte një lloj fugoni i cili quheshte Volkswagen T3, ku ky fugon u pa pranë resortit natën e zhdukjes. Pasi e gjithë fusha u ngushtua pikërisht te ky emër, policia donte që ta merrte në intervistë, ta merrte në pyetje këtë person dhe mendonin që do gjenin një person të lirë i cili thjesht përbënte jetën e tij. Por jo, sepse në vitin 2020 Christian ndodheshte në burg sepse kishte keq trajtuar në mënyrë seksuale një grua 72 vjeçare. Këto ngjarje në një farë mënyre po bëheshin shumë të çuditshme. Fakti që jetonte në atë zonë, që ishte transferuar, fugoni i parë i tij Volkswagen që në fillim e kishte dhe më pas u zhduk, devijimi seksual, fakti që ishte në burg dhe mbi gjitha këtë lloj dëshmie, pra këtë lloj ngjarje i bashkangjitet edhe shoku i qelisë së Christian, sepse thotë që në një bisedë që ka pasur me Christian, ky fundit ka pranuar se ky ka qenë pra përgjegjës për zhdukjen e Medit të vogël. Sipas tij, ai ishte futur nga dritarja e apartamentit për të vjedhur diçka në apartament, por meqense nuk gjeti asgjë, mendoi që të merrte Medin dhe u largua. Kur Christian u shpall i dyshuari kryesor, pikërisht në këtë pikë futet në lojë e dashura e tij, sepse vetëm një natë përpara zhdukjes, ky fundit i kishte thënë të dashurës se të nesërmen kishte një punë të rëndësishme për të bërë. Ishte një punë e tmerrshme, por duhet ta kryente me patjetër sepse në këtë mënyrë do të ndryshonte fatin e jetës së tij. Ditën pas zhdukjes, Christian u zhduk për disa javë dhe policia thotë që ai ka shitur fugonin e tij më datë 4 maj tek një person tjetër. Dhe gjitha këto ngjarjet që po ndodhin është paksa e pamundur që gjitha të jenë një rastësi shumë e bukur. Pas këtyre zbulimeve, policia vendosi të kontrollojë një fabrikë të braktisur që Christian e kishte blerë në vitin 2008, një vit pas zhdukjes së Medit. Ato gjetën brenda gjëra shumë shqetësuese: rroba, lodra fëmijësh, armë pa leje, maska, substanca kimike të ndryshme dhe mbi 75 kostume për fëmijë dhe vajza. Christian aktualisht ndodhet në burg dhe po shlyen atë dënimin e tij për keq trajtimin seksual që i kishte bërë asaj gruaje dhe policia gjermane pra po përpiqet që të mbledh sa më shumë prova që të deklarojë që Christian ka qenë pikërisht përgjegjës për zhdukjen e Medit. Në shkurt të vitit 2023 ndodhi një tjetër kthejes, një 21 vjeçare, e cila quheshte Giulia, pretendonte se ishte Medi, sepse thoshte kishte shumë ngjashmëri fizike, mbi gjitha kishte edhe atë pikën ngjyrë kafe tek syri dhe mbi gjitha pretendonte që nuk kishte shumë kujtime rreth moshës kur kishte qenë 4 dhe 5 vjeç. Në fakt, me Giulian u organizua një test ADN-je që nga përfundimi i
test citadënës u kuptua që ishte thjesht një alarm i rrem. Mbi gjitha, Giulia u kërkoi falje prindërve të vajzës për faktin që mund kishte dhënë pra shpresa të rreme, por kohë më vonë, pra muaj më vonë, Giulia e përsëriti të njëjtën gjë. Deri më sot, ky rast mbetet një nga rastet më të njohura dhe më komplekse të zhdukjes së fëmijëve. Prindërit e Medit, pa Katie dhe Jerry, mendojnë që një ditë e gjithë e vërteta do të dali në dritë. Kështu që, siç u them gjithmonë në fund të videos, faleminderit që qëndruat me mua, më shkruani në komente mendimin tuaj, unë ju përshëndes dhe ne do shihemi në videon e radhës. Deri atëherë, ciao ciao.